رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shikues të nderuar, vazhdojmë me emisionin e 5 me serialin Shërojni të smurit tuaj me sadaka. Sot do të flasna për një ngjarje që i ka ndodhur një hoxhës të shtetit të Siris, Halep. Në rrëfen këtë ngjarje, ki njeri, ki hoxh, thot pasi që Allah subhanahu wa ta'ala na mundsoi që të martohna, Allah subhanahu wa ta'ala pas këtij gëzimit na gëzoi me një dhuratë i cili ishte fëmia jon i parë që na dha Allah subhanahu wa ta'ala, që ishte kënaqësia dhe zbukuria e kësaj jete. Por desh Allah subhanahu wa ta'ala që të na sprovon me këtë fëmijë. Allah subhanahu wa ta'ala fëmin ton të dashur, evladin e parë që na dhuroi, Allahu na sprovoi me smuje djalit ton. Kështu që ne vrapojshim në për spitalin në për mjekë, që të gjojmë ilaç që të qetësohet dhimbta të fëmijë jon. Përdesh Allah subhanahu wa ta'ala që të vazhdon fëmiju jon në të dhimbje, në të sprova. Por ne kur e pam që nuk ka rrugdalje tjetër, ja dorëzum Allah subhanahu wa ta'ala. Megjithatë, do të them sebepet i mirshim një pas një, i mirshim këshillat e mjekëve e kështu me radhë, por tham atë që ka bë Allahu kader, ajo ka ndodhur. Një ditë prej ditëve na tregon dikush se është një mjek shumë i mirë për fëmijët. Mjek i cili ka aftësi. Shkojmë te ai, i bën një kontroll e vladit ton, fëmijës ton, dhe ai thot, nëse nuk i zbret nxehtësia sandër këtij fëmijët, ai nuk ka mundësi që të jeton nesër. Do thot, çështja është në rrezik, jeta e fëmijës është në rrezik. Nuk kishim nëse çka ta bëjmë, përveç se ti dorëzon Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo dhimbje, kjo smuje, kjo sprov ishte që hajte zemrën time dhe bashortës time para zemrën të evladit fëmijës ton. U kthim në shtëpinë ton, u çova natën me fal namaz, pasi që mbarova nuk disha çka të bëj. Dola për shtëpijës, e lash bashortën time te koka e djalit tam, e mërzitur, duke qajt, e piklum, dalë rrugës nuk di ku të shkoj. Jam i mërzitet, jam i hotum, por duke hec rrugës, më kujtu hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku that, dawu mardakum bi sadaka, shërojni të smurit e juve me sadaka. Por ishte vonë, u kujtosham ku të jap sadaka. Kam ta gjajnë, kush e pranon? Nëse trokas në derë, a thu vallë, çka me thon ai? Përse erdh? Çka ndodhi me ta? Tha duke hec rrugës, e shotha një macë, e cilla ishte urritur, e cilla nuk ishte pa ushqim, dhe pastaj u kujtova, më kujtu ngjarja kur sahabët radhiyallahu anhum
e vetëm pejgamberin alayhi salatu wasalam, a ka shpërblim njeriu nëse jep baktive, kafshë, diçka? Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë po. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë që do thotë që e arrin shpërblimin, njeriu e ka në çdo sen, çdo mëlçi që është e lagët, e cila do thotë kije shpërblim. Dhëm kije shpërblim edhe kafshës nëse ushqen dhe e. A nuk është rasti asë gruas lavire që është që ka hinë në bunar me këpucën e saj, i ka nxerr ujë dhe i ka dhënë atij qenit dhe ka pi dhe nuk ka cofa qenë, Allah subhanahu wa taala ja ka thal. Do thotë pse ka bë, e ka shërbej një kafsh, një bakti. Tha pastaj tha ina në shtëpinë time, e prejta një copë mish dhe gjujta ja dhash asaj macës. Kur ja gjujta ja dhash, me ushqej atë macë, pastaj tha me lëvizjet e derës vjen edhe zani gruas time. Thot eja, të shpejt të unë. Tha ku përshoj? Pa e shikoj fytyrën e bashortës time, të shoqës time e ndryshon. Dhe më thot, rash dhe më mor gjumi pak. Dhe pash një ëndër të çuditshme. I thom çfarë ëndre? Thot ëndër e cila isha afër djalit tim, jam djalin e smut. Tha duke qenë afër djalit tim, tha po vjen një shpens prej qiellit e madhe dhe të ma merr djalin tim. Tha kur e kam pa atë shpen të madh, pastaj e kam marrë dhe kam shtrëngu djalin tim, mos më ma marr. Tha pa prit tha, ajo shpenza të ntojke, pastaj thot erdh një mac pe shtin ka atë shpenza. Ajo të ntojke shpenza me marrë djalin, maca e shtinke shpenzan. Kështu që ato ndërmes veti u mirshin maca me shpendin, derisa arriti maca ta largon larg atë shpend. Tha u largu, pastaj tha u buzqesha une kur ma tregoj bashortja këtë ngjarje. Dhe thash, khajr inshallah. Kjo do të dal khajr kjo ëndër. Pastaj kuptojnë do të vëllezër të ndershëm sadakan e ty që e ka dhënë asaj macës, do të thotë asaj kafshë që me dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka mundsue që t'ja largon smujën dhe nxehtësinë e lartë që e ka pas mjeti. Duke qenë kështu e thom, eja të shkojmë te fëmia jon. Tha, cili do të mrin më para te fëmia jon, te djali jon. Kur jemi afru, po e shohim se djali jon i ka çelësit. Djali jon ka ndryshu. Ti u promesu halli dhe gjendja e tij, ai tha vazhdoi të vrapon, të lund, të ushqehet e kështu me radhë. Dhe u largue ajo spro prej evladit ton dhe prej nesh. O thot, tash ki djal i ka 17 vite Allah të ndershëm. Është ba hafiz i Kuranit, derisa ka ligjeru në një xhami prej xhamiave të Halebit, atje Allah të ndershëm. Shikoni vëllezër të ndershëm, motra të ndershme, se si Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka shëru fëmijën këtij, ja ka ult nxehtësinë këtij djalit të vogël, vetëm një sadaka, pse ja ka dhënë një kafshë, një mace, e ka shputue prej cofjes dhe është bë sebeb që jeta e saj do të jetoja e disa ditë më shumë. Vëllezër, kjo është e dini ngjarjen tjetër të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që ka thonë një gru ka hinë në zjarmin e xhehenemit për shkak një macës të cilën e ka mshel dham, as si ka dhon me hangër, po as se kalon ajo të ushqehet prej insekteve dhe bimëve të tokës. Do të kije ka dhon sadaka kësaj mace, kësaj kafshë, me një që Allah subhanahu wa ta'ala t'ja shëron fëmijën e vet, dhe me të vërtet Allah subhanahu wa ta'ala ja ka shërue fëmijën dhe Allah subhanahu wa ta'ala ja ka ngrit këtë bela dhe jashtë asaj Allah subhanahu wa ta'ala e ka dhuru atë fëmijë që të bëhet hafiz i Kuranit. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të shëron të smunrit ton dhe t'ja largon sprovat që i kanë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.